Le të fillojmë me aurën e gjeneratorëve. Gjeneratorët është aura në ngjyrë e kuqe, mund ta smadhoni figurën. Kjo është një aura që quhet e hapur, do të thotë është ftuese për të tjerët, është një aura që pulson me life force, që do të thotë me fuqi jete. Është një aura që i përqafon njerëzit rreth e rrotull, shumë sociale, një aura që nuk lodhet gjithë ditën nëse bën atë që i jep kënaqësi. Këta janë njerëz për të cilët është shumë e rëndësishme shpreha njih veten. Pra, shpreha filozofike shumë e famshme, njih veten dhe do njohësh gjithë universin, i përket gjeneratorëve. Okej, në një sens të gjithë na shërben ta njohim veten dhe në fakt kjo dije na ndihmon të njohim veten, po për gjeneratorët është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Është çelës. Ata kanë energji të punojnë për ditë, pra për gjëra që japin kënaqësi, punojnë shumë mirë në grupe, bashkëpunojnë shumë mirë me njëri tjetrin, pra e kanë aurën e hapur dhe ftuese, dhe janë këtu për të ndërtuar, për të mirëmbajtur atë që ndërtohet. Për të vazhduar për një kohë të gjatë, dhe këta njerëz nëse nuk e përdorin gjithë energjinë e tyre gjatë ditës, nëse nuk lodhen, nuk mund të flojnë rehat natën. Dhe çelësi për ta është që të duan atë që bëjnë. Kalon tek projektori që është në pjesën e aurës jeshile aty në foto. Projektorët kanë një aura që është e fokusuar, dhe siç e shikoni, fokusi i aurës të projektorit shkon drejt gjeneratorit. Ata kanë një aura që kanë aftësinë të shohin identitetin shpirtëror të vërtet të njerëzve. Dhe e kanë shumë të lehtë të shohin identitetin e gjeneratorëve, sepse aura e fokusuar si një shigjet e projektorit mund të shikoj tek një aura që është e hapur, siç është ajo e gjeneratorit. Dhe kjo i ndihmon projektorin të njohin më shumë veten. Pra, pyetja e projektorit është kush është tjetri, sepse ata nëpërmjet aftësisë të thithin informacion nga jashtë, janë të paparë për të marrë informacion drejt aurës së tyre. Ata munden të fokusohen pastaj dhe vërtet të zbulojnë se kush është tjetri, dhe nëpërmjet kësaj zbulojnë se kush janë vetë. Projektorët janë shumë të aftë të punojnë vetëm në një me një, pra vetëm nga një individ tek tjetri. Energjia e tyre është e fokusuar, është e kohë tani të shpjegoj në raste kur një projektor ndodhet në grup. Nuk do funksionoj projektor. Pra vetë emri i aurës thotë që hedh dritë tek tjetri. Edhe është këtu për këtë dritë ta përdorë në mënyrë që të drejtoj gjeneratorët, se çfarë është e nevojshme të bëhet, çfarë është e nevojshme të realizohet. Janë project manager, drejtues shumë të mirë, demokratë të epokës që jetojnë, dhe janë këtu për të deleguar dhe për të fuqizuar të tjerët. Kalojmë tek aura tjetër, që është manifestor. Manifestor është kjo aura ngjyrë e verdhë në portokalli. Aura e manifestorit është një aura e mbyllur, shumë ndryshe nga gjeneratori dhe projektori. Dhe pyetja e manifestorit është ku kam impact, ose kë mund të ndikoj. Dhe është një person që mund të punoj vetëm, është vetimtar si tip, ose mund të drejtoj grupe të mëdha njerëzish, po në 90% të rasteve manifestorët duan thjesht t'i lënë rehat. Unë jam vetë manifestor, mund të flas shumë për këtë dhe do e ndaj në të ardhmen. Nuk jemi këtu për të qenë njerëz social. Janë njerëz që janë këtu për të drejtuar, për të hapur rrugë të reja, për të iniciuar ide të reja. Janë këtu për të sjell ide kreative dhe funksionojnë shumë mirë kur kanë hapësirën dhe lirinë të jenë vetvetja dhe të mund të krijojnë çfarë duan ata. Kalojmë tek aura tjetër, reflektori, që është aura ngjyrë bojqielli.
Reflektori ka gjithashtu një aura që është rezistente. Nuk është njësoj si manifestori, nuk është e mbyllur si aur, por është rezistente, është si një pasqyrë, prandaj quhet dhe reflektor. Është si një pasqyrë rezistente që të tregon se çfarë po ndodh jashtë. Pra reflektorët janë këtu për të parë se kush nga njerëzit rreth e rrotull është ndryshe nga të tjerët dhe këtë e bën duke treguar gjendjen e kolektivit. Këta janë njerëz që mund të punojnë në grupe, mund të bashkëpunojnë, megjithatë kanë nevojë për kohën e tyre. Kanë nevojë të kalojnë kohë vetëm. Unë reflektorët që kam takuar janë njerëz që u shijon vetmia dhe kanë të drejtë sepse për të marrë një vendim i duhet një muaj. Pra ata ndikojnë nga cikli i hënës, duhet të presin një muaj për një vendim. Janë këtu për të vlerësuar pra gjendjen e kolektivit, çfarë funksionon apo jo, kush është gati për të zgjuar apo jo. Dhe ata funksionojnë kur munden të komunikojnë në mënyrë efektive dhe këtë e bëjnë kur në fakt presin të paktën një cikël hëne për të vendosur. Si funksionojnë këto 4 aura me njëra tjetrën, sepse unë në një video para disa vitesh kam thënë që Human Design në fakt po më mëson se si të bashkëpunoj dhe se si të bashkëveproj me njerëz të tjerë duke respektuar natyrën e tyre. Tani realisht gjithmonë më shumë po kuptoj që në shumicën e rasteve flet intuita ime dhe pastaj unë shkoj dhe bëj eksperiencën dhe përvojon që të vërtetoj atë që kam thënë. Kam kuptuar se këto 4 aura, nëse respektojmë njëra tjetrën, ne do kishim paqe në botë, ose të paktën më shumë paqe se sa konflikte. Atëherë, si funksionon? Duke qenë se manifestori është këtu për të iniciuar dhe për të sjellë gjëra të reja, ata janë si ata agentët e programit që sjellin këtu informacionin nga planetet, pra nga perëndit, prandaj quhen dhe lajmëtarët e perëndive. Janë këtu pra për të dhënë informacionin, çfarë do lloj forme, çfarë do lloj mënyre. Unë tani aktualisht jam duke dhënë informacion. Duke qenë se manifestori nis idenë i pari, më vonë rreth tij njerëzit që rezonojnë me mesazhin e tij janë generatorët dhe projektorët që mblidhen. Po fillimisht generatorët janë ata që tërhiqen nga mesazhi i manifestorit dhe janë të disponueshëm për të ndjekur idenë edhe atë që manifestori sjell. Dhe pasi ata organizohen rreth rrotullit manifestorit, atëherë hyn në punë një projektor. Duke qenë se manifestori ka energjinë për të nisur gjërat dhe është shumë kreativ dhe kalon nga një gjë tek tjetra, nuk është këtu për të përfunduar atë që nis, të paktën jo gjithmonë. Hyn në punë projektori, sepse projektori është ai që vazhdimisht mund të bashkëpunojë me generatorët, mund të shikojë se ku duhet të shkojë energjia, ku duhet të shkojë fokusi i grupit. Projektori mund të shikojë se cili është talenti i secilit dhe ku mund të aplikohet. Projektori është një lider shumë i mirë dhe është demokratik. Manifestori ka qenë një lider në kohën e mbretërive. Tani pjesën më të madhe do ta kaloj në paqe manifestori dhe thjesht kur është gati për të krijuar diçka ta bëj. Dhe pasi është përfunduar një projekt, një cikël krijimi, një qytet, çdo gjë që mund të krijojë njeriu në tokë, po flasim në bashkëpunim me njëri tjetrin, në grupe pra, në komunitete, dhe pasi projektori ka drejtuar këtë projekt, generatorët mund të vazhdojnë ta mirëmbajnë, mund të vazhdojnë të punojnë në këtë projekt nëse e duan dhe e dashurojnë atë që bëjnë dhe çdo gjë shkon shumë bukur dhe në harmoni. Dhe si funksionon më pas është që vjen reflektori dhe thot kjo është okay, kjo nuk është aq okay. Sepse ajo që bën reflektori është që të shikoj dhe të vlerësoj dhe të na reflektoj pas, të na pasqyroj pas se çfarë është bërë mirë, çfarë nuk është bërë mirë, ose më saktë cila është gjendja energjike dhe konscienca e kolektivit. Pra kështu këto aura funksionojnë me njëra tjetrën, ka shumë detaje. Megjithatë, nëse arrinte të kuptoni se si këto 4 aura mund të bashkëveprojnë, do e keni më të lehtë të kuptoni veten në radhë të parë dhe pastaj njerëzit që keni më afër, dhe të mund të shikoni paternat, ato gjëra që përsëriten në jetë dhe nuk arrini t'i shpjegoni, për shembull, duke qenë se generatorët janë 70% e popullsisë dhe janë këtu që për të punuar dhe për të ndërtuar,
dhe për të shijuar atë që bëjnë, ata janë 7% e popullsisë dhe kjo është pjesa më e madhe e tokës. Po çështja është që projektorët, manifestorët dhe reflektorët nuk kanë energji jete të konstante si generatorët dhe nuk janë këtu për të punuar. Dhe shumë herë kam dëgjuar që quhen si dembela ose ata vetë mendojnë se diçka nuk shkon me ta, duke qenë se nuk e kanë energjinë konstante të generatorëve. Një tjetër ndryshim, generatorët, projektorët dhe reflektorët si aura janë këtu për të pyetur nga jashtë. Generatori ka nevojë të pyetet me pyetje po ose jo, në mënyrë që ai të ndjejë në trupin e vet nëse mund të angazhohet me diçka apo jo. Projektori e ka të nevojshme që ta ftosh në mënyrë formale dhe me respekt, pasi ke kuptuar aftësinë dhe talentin që ai ka për të të ofruar. Reflektori gjithashtu ka nevojë që të pyetet dhe të ftohet dhe të marrë kohën e vet dhe të përgjigjet pas një muaji. Kurse manifestori është i vetmi tip që nuk ka nevojë të pyetet nga jashtë, është i vetmi tip që mund të iniciojë pa nevojën e një feedbacku, pa nevojën e informacionit të jashtëm. Dhe kjo e ndryshon shumë dinamikën mes tyre. Le të marrim një shembull. Jeni ftuar në një ditëlindje ku ka shumë njerëz. Sapo të hyni tek ambienti, do shikoni gjithë njerëzit që janë rrotull njëri tjetrit, duke folur, duke u përqafuar, duke qëndruar në grup dhe duke folur gjithkohës. Këta janë generatorët. Pastaj do shikoni personat që flasin një me një, pra vetëm me një person përballë. Këta janë projektorët. Pastaj do shikoni një person që është ulur diku dhe por i vetëm, ose që thjesht kalon, shikon grupin dhe vazhdon del jashtë në obor, merr pak ajër të pastër. Këta janë manifestorët. Dhe nëse do shikoni një reflektor, edhe këta janë më hermetik si tipa dhe rrin pak më jashtë grupit të njerëzve. Kështu që janë shumë ndryshe nga njëri tjetri. Ka shumë për të folur, nuk e prisa që kjo video të bëj kaq i gjatë. Do ju bëj një sugjerim, shkoni në internet dhe kërkoni generator të famshëm, projektor të famshëm, manifestor, reflektor, sepse do kuptoni dhe mënyrën se si shfaqet energjia e tyre. Për shembull, në Human Design thuhet se generatori i famshëm ishte Jezu Krishti, një mjeshtër i dashurisë për njerëzimin, një projektor i famshëm Martin Luther King, një manifestor i famshëm është Mike Tyson. Udhëtimi i Mike Tyson është klasik manifestor. Dhe reflektori i famshëm Michael Jackson. Tani, çfarë është e rëndësishme për një generator është që të ndjej kënaqësi në atë që bën. Pra të ndjej që ka energji për të angazhuar me një projekt. Për projektorin është e rëndësishme të ndjej që ka sukses. Për manifestorin është e rëndësishme të ndjej projektori ka nevojë të ndihet i surprizuar nga dashuria dhe të presi për të që t'i shfaqet. Tani, një shpjegim i fundit. Kënaqësia nuk është njësoj për të gjithë, pa çdo generator mund të ndjej të jetë i lumtur, i kënaqur me 1 miliard gjërash të ndryshme nga njëri tjetri. Projektori mund të ndihet i suksesshëm sipas udhëtimit personal. Pra suksesi nuk është një formulë për të gjithë. Jo të gjithë duan të njëjtat gjëra për të ndjerë të suksesshëm. Pra jo vetëm fam, pasuri, ku diun pushtet e të tjera. Është formula unike e individit se çfarë është sukses për të. Për manifestorin është pak më e qartë sepse është parë që manifestori në këtë epokë e ka bërë punën e vet në të kaluarën, ku i duhet të drejtonte njerëzimin si mbret apo mbretëresh. Tani manifestori do thjesht jetë në paqe me veten dhe kjo mund të ketë forma të ndryshme. Unë për shembull jam në paqe kur mundem të ndaj eksperiencën dhe dijen që kam akumuluar gjatë viteve. Edhe kur më lën rehat, s'më flasin shumë. Pastaj reflektori reflektori ka shumë nevojë për dashurinë në jetën e vet dhe janë njerëz që kanë një fuqi të jashtëzakonshme dhe ata janë njerëz që mund të dallojnë se kush është gati për të zgjuar shpirtërisht dhe kush jo, po gjithashtu mund edhe të jenë shumë fiks dhe të pandryshueshëm dhe në fakt
Nuk e di, se unë jam nuk kam reflektor. Dua të dëgjoj në fakt nga ndonjëri nga ju nëse e di që është reflektor apo projektor, generator, si e jetoni, si është, më thënë, nëse filloni dhe eksperimentoni me këtë informacion, besoj se do keni shumë për të folur në të ardhmen.